Përshëndetje të dashur miq, unë jam Zamiri. Pas deklaratës së përbashkët mbi bisedime tregtare mes Kinës dhe Shteteve të Bashkuara në Gjenevë, tregjet financiare globale janë rigjalluar dhe treguesit të tre bursave kryesore amerikane shënuan rritje të menjëhershme. Krahas kësaj, edhe porosit nga blerësit amerikan shënuan rritje të madhe. Nga ana logjistike, oferta e anijeve të marrërave ndërmjet Kinës dhe Shteteve të Bashkuara është e pamjaftueshme. Këto tregojnë që arritjet e bisedimeve përputhen me shpresat e prodhuesve dhe konsumatorëve në Kinë edhe në SBA, si edhe me interesat e përbashkët të dy vendeve dhe të botës. Mirëpo, ditët e fundit, disa zyrtarë dhe media amerikane deklaruan që veprimet dhe masat e vonuara nga pala kineze kanë shkaktuar sërish ngritjen e tensionit në marrëdhëniet dypalëshe. Deri tani, të gjitha veprimet që kemi parë janë të padiskutueshme. Pas bisedimeve në Gjenevë, nga njëra anë, SBA ka publikuar shumë masa kufizuese e diskriminuese ndaj Kinës, si për shembull kontrolli i eksportit të mikroçipave të inteligjencës artificiale, ndalimi i shitjes së softwareve të dizajnimit të mikroçipave në Kinë, si edhe anulimi i vizave të studentëve kinez. Nga ana tjetër, pas bisedimeve në Gjenevë, Kina ka zbatuar aktivisht mendimet unanime të arritura mes dy palëve, duke anulluar 91% të tarifave reaguese dhe duke pezulluar 24% të tarifave reciploke. Vlen të përmendet që fjalët dhe veprimet e palës amerikane në fakt të mdojnë si të tjerët, ashtu edhe vetë SBA-n. Masat e njëanshme tarifore të Washingtonit jo vetëm nuk i kanë zgjidhur problemet në SBA, por edhe kanë cënuar rënd rendin tregtar ndërkombëtar, si edhe kanë benguar seriozisht prodhimin e funksionimin e ndërmarrjeve dhe kanë brekur jetesën e konsumatorëve. Që nga viti 2018, për 7 vjet me radhë, SBA ka vendosur tarifa shtesë sipas seksionit 301 ndaj Kinës. Gjatë kësaj periudhe, deficiti i përgjithshëm i SBA-s u rrit nga $950.2 miliard në vitin 2018 në $1.211.75 miliard vjet. Sipas Institutit për Studime Ekonomike Ndërkombëtare Peterson, mbi 90% e kostove tarifore do t'u kalojnë importuesve, sipërmarrjeve në rrjedhën e poshtme dhe konsumatorëve amerikanë. Masat e SBA-s kanë shkaktuar shumë zëra kundërshtimi edhe brenda vendit. Në fund të majit, Gjykata e Tregtisë Ndërkombëtare e SBA-s vendosi që tarifa globale, tarifa hakmarrëse dhe tarifat e fentanilit janë të paligjshme, duke kërkuar anulimin dhe ndalimin e përhershëm të zbatimit të tyre. Ndërkohë, Kina ka nxitur shumë herë palën amerikane të dëgjojë në mënyrë të drejtë zërat racional të komunitetit ndërkombëtar, si edhe ata brenda SBA-s. Gjithashtu, të ndreq gabimin në vendosjes së tarifave shtesë. Nga luftra tregtare nuk ka fidues dhe proteksionizmi nuk ka rrugëtarje. Për Kinën dhe SBA, bashkëpunimi është zgjedhja e domosdoshme për përfitime të përbashkëta. Të dashur miq, nëse doni më shumë informacione mbi ekonomi, mund të ndiqni emisionet tona në studio e jeni.